Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin tonë. Sot do të flasim për 7 marsin, ditën e mësuesit, një festë shumë e rëndësishme për arsimin shqiptar. Kjo ditë na kujton hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë në vitin 1887 dhe na jep mundësinë të falenderojmë mësuesit tanë për dijen dhe për përkushtimin e tyre. Tani është momenti për të lexuar disa nga kartolinat dhe mesazhet e bukura që nxënësit kanë përgatitur për mësuesit e tyre në rastin e 7 marsit. Le të dëgjojmë së bashku këto urime plot mirënjohje dhe respekt. Gëzuar mësues të ciklit fillor, ju falenderoj që keni durimin e një superheroi, buzëqeshit që qetëson çdo fëmijë dhe magji për t'i kthyer shkronjat, numrat dhe vizatimet në ëndra të vogla që rriten çdo ditë. Ju jeni ata që mësoni fëmijët të shkruajnë fjalët e para, të numërojnë me gëzim dhe të besojnë tek vetja, edhe kur lapsi u bie 10 herë në tokë. Uroj që dita juaj të jetë plot dritë, dashuri dhe pafund të qeshura fëmijësh. Urime për mësuesit e gjyqtarisë. Gëzuar 7 marsin, faleminderit që mësuat ju vetëm rregullat e drejta, por e stini qytetar të mirë. Faljush kuptojmë se më mirë shoqëritë e rolin tonë të. Dhe të ndonjëherë debatojmë shumë, ju gjithmonë na nxjoni në rrugën e duhur. Urime për mësuesit e gjuhës tërësisë. Gëzuar 7 marsin, faleminderit që na mësuat të shkruajmë në kurp, të lexojmë me kuptim dhe të shprehim mendimet tona me fjalët e duara. Faljush që tërësia nuk është vetëm tekst, por emocion. Edhe pse ndonjëherë luftojmë me dritë shkrimin, ju gjithmonë na kthejmë në rrugën e duhur. Urime për mësuesit e biologjisë, si falenderojmë që na tregoni çdo ditë se jeta është plot mistere dhe se provimet janë një lloj eksperimenti për ne. Faljush kemi kuptuar që zemra arrin më shpejt, jo vetëm gjatë sportit, por edhe kur dëgjojmë fjalën tekst. Ju keni durimin e një shkretare dhe vërtet. Sidomos kur ne bëjmë pyetje që ndoshta as mikroskopi nuk i gjenon përgjigjet. Faleminderit që na ndihmoni të rritemi dhe të zhvillohemi, edhe kur ndonjëherë sillim si specie ende në evolucion. Urime për mësuesit e fizikës. Faleminderit që na mësua si funksionon bota rreth nesh, nga forcat e energjia dhe ligjet që mbajnë gjithçka në lëvizje. Faljush fizika nuk është marrë që komplikuar sa duhej në fillim. Edhe pse ndonjëherë ngatroni me formula, ju gjithmonë na ndihmoni të kuptojmë. Gëzuar 7 marsin mësues ndihmës, faleminderit për përkushtimin, durimin dhe dashurinë që jepni çdo ditë për nxënësit tuaj. Roli juaj është i pasamundsueshëm në mbështetje dhe zhvillimin e tyre. Ju jeni një shtylë fortë që ndihmon në ndërtimin e një darkë të ngritur. Ju urojmë shëndet, suksese dhe shumë vërtet të bukura në punën tuaj teknike. Urim për mësuesit e historisë. Gëzuar 7 marsin, faleminderit që na ofishin në përngjarjes së kaluarës dhe na ndihmoni të kuptojmë mirë botën. Ju jeni një frymëzim për ne. Urime për mësuesit e kimisë. Gëzuar 7 marsin, faleminderit për eksperimentet, reaksionet dhe ato momentet kur gjithçka duket sikur gati të shpërthejë. Ju arrini ta bëni kiminë emocionuese edhe kur ne përpiqemi të mbajmë mend formulat. Urime për mësuesit e gjuhëve të huaja. Faljush keni mësuar jo vetëm një gjuhë të re, por edhe kultura të reja dhe mënyra të reja të menduarit. Ju falenderoj për durimin dhe përkushtimin tuaj. Edhe pse ndonjëherë përkthejmë fjalë për fjalë, ju gjithmonë na korrigjoni me buzëqeshje. Urime për mësuesit e matematikës. Faleminderit që na mësuat se çdo problem ka një zgjidhje dhe çdo vështirësi ka përcjell me durim. Faljush, matematika nuk është mashë e frikshme sa dukej në fillim. Edhe pse ndonjëherë mbasim në përshtume, ju gjithmonë ndihmoni të gjejmë rrugën e duhur. Urime për mësuesit e fizikulturës. Gëzuar 7 marsin. Faleminderit për gabimet, ushtrimet dhe ato momentet kur ne nuk kemi pushim, por ju jo. Ju arrini ta bëni orën plot energji edhe kur ne mezi marrim frymë. Urime për mësuesit e gjeografisë. Faleminderit që na udhëhiqni në zbulimin e botës, që na mësoni për vendet, kulturën dhe natyrën që na rrethon. Ju urojmë shëndet, suksese dhe sa më shumë arritje në misionin tuaj të rëndësishëm. Le të shfrytëzojmë këtë ditë për të falendëruar mësuesit tanë për gjithçka që bëjnë për ne dhe për të kujtuar se dia është çelësi i së ardhmes. Faleminderit që na dëgjuat dhe shihemi në episodin e radhës.